Zoti Flamur Noka. Që të them? Listë gjatë. Që të bi listës? Edhe pak dhe do të ndërpresim. Po ju paralajmëroj që do të ndërpresim fjalën procedurë se janë 20 vetë të regjistruar dhe askush nuk flet procedurë. Zoti Noka. Tani, teksa dëgjon këtë ministër këtu mrapa, seriozisht ndjen keqardhje për nivelin ku është katandisur shteti shqiptar. Shikojni, e pat se çfarë tha, e dëgjuat çfarë tha ky ministër, ky është ministri, ja. Shikojni, ka turp më të madh. Po ç'ministër je ti mo? Po ç'ministër je ti mo? Po ti je ushtari Ertion Bisit, mos Ertion Bisit a drejton policinë, ministrin. Po ti je zari i Tan Leprit, more. Po ti ke, po ky shtet, ja ku e keni, mo. Ky shtet ka Tan Leprin ministër, mo. Tan Lepri dhe Ertion Bistri urdhërojnë policinë e shtetit dhe bëjnë emërime dhe çemërime në policinë e shtetit. Prandaj e policia e shtetit si ban me qytetarët, mo. Po ku je tim? Po çfarë jeni ju, mo? Po nuk keni as lidhje, ti s'ke as lidhje me shtetin. Po ju nuk keni asnjë lidhje me shtetin, ju i thjesht keni po lidhje me bandën. E përmendja ai termin përdhunim. Kjo anë nuk e njeh si term. Sepse as e ka ushtruar kurr, as nuk ka pranuar kurr. Por më të përdhunuar se ti s'ka pas ky parlament as ka për të pas. Pse? Të ka përdhunu Sueli. Dhe unë e ti e di mirë shumë. Të ka përdhunuar Sueli edhe në 8 mëngjesit. E di mirë shumë. Pret, unë po citoj Zoti Peleshi. Unë po citoj ato që u thanë. Unë nuk po them as i term të ri që të më thuash. Pret, një sekond. Të ka përdhunuar Sueli dhe ne dim shumë mirë. Të ka përdhunuar Edi Rama. Dhe ne dim shumë mirë. Të ka përdhunuar Ky Sagasi. Mirë, duke të shohim ka një situatë në protest, duke kuptojmë se çfarë po ndodh, po ndoshta kolegja Matilda Brau mund të informoj pak më vonë, shohim se ka mbritur një automjet ambulanca në këto momente, nuk e di nëse ka ndonjë problem shëndetësor të ndonjë prej protestuesve apo çfarë ka ndodhur. Çfarë ka ndodhur, jemi duke I parë këto pamje